Vuani nga rënja e flokëve, provoni këtë truk pa menduar dhe shpenzuar shumë. Flokët janë një prioritet fizik i njeriut. Në fakt, shumë dashurojnë për t'i trajtuar ngjyrosur ose për t'i prerë shpesh. Megjithatë, pothuajse çdo gjë ka efektet e saj negative. Sot kemi vendosur t'ju tregojmë një truk për të shmangur rënien e flokut, meqenëse është problem i zakonshëm. Pothuajse të gjithë në disa periudha humbasin flok dhe kjo mund të shkaktohet nga stresi ose ndryshimet hormonale. Në disa raste mund të shkaktohet nga ngjyrosja e tepruar. Shumë njerëz përdorin metoda shumë të shtrenjta që vështirësojnë edhe funksionin. Kjo është një arsye pse ne vendosim t'ju tregojmë disa metoda shtëpie që mund të lehtësojnë problemin tuaj. Ju nevojitet një gjysmë banane, një verë dheze, një lugë çaji me mjaltë organik dhe një gjysmë gotë birë. Pastaj i përzjeni të gjitha përbërësit derisa të merrni një pastë homogjene. E vendosni në të gjitha pikat ku keni mungesë të flokut dhe më dukshëm e lini të punojë për rreth 2 orë dhe më pas i lani flokët si zakonisht.